Ta shkon shpi, slip ma shërtë gruës. Ishin konë 2 vetë, njoni thejke rujën zot shërët gruës, e tjetri teshën zot në shërtë gruës. Ky që lip këshirën e gruës dërë me shëtiti. Shkon të në shpi edhe thret. Del një grua e pytë, shka po dënë? Do bokë me këthyje, ja priti ki burë. Gruja ja këthej do pshesh me tomëll edhe pe vetë. Qka t'ka qitë puna kënej pari? Jam dalë më tesh në shërtë gruës. Gruja e zboni zonë e menaj me vetë. Tash po qesë në shërtë gruës. Dur në bordë edhe piskati. O, heq kush. 20 punëtor kena të afer edhe ngarë me Martina e në barë. Ky musafir u zbe pej tute edhe i met psheshin fëtë. Kur hype nalë punëtort e pyetën gruën, çka është? Që ky i panafak erdh e ja ktheva do buk e i met buka në fëtë. Po ta frikë, mos po des, pa e pa kush e po mëse shiri muë. E që ata ju thira me konjë këtu. Musafiri, kur i njek të fjallë, erdi si në veti e punëtort, kur e pa ma mirë u këthyjen. Atëherë gruja e veti musafirin. A unginë e shërtë grus? Po, valla unginë. Tash shkon shpi e mos tip ma shërtë grus.